Shija e anës mundësohet nga ciao Berto, franke, riso scotti, pasta garofalo dhe uji tepelen. Shija e anës. Kemi makarona nga Garofalo, pastat artizanale italiane. I kemi në formë të guacës, të cila do t'i mbushim me djath ricota. Ne 2-3 mirëmëngjesi shikues. Për pak ashtu thonë, pas në haru e folë. Super, pastat janë gati edhe kur na vinë të ftuarit. O zot, o zot. Fillon nga dashuria. Për një me të lumë shindurt. Thënë që pas çdo stuhije del dielli. U emocionova me vetë faktin që Ne 2-3 mirëmëngjesi shikues, ka do që po na ndiqni në këto momente. Për pak ashtu thonë, pas na haru me folë, se me folë s'kom haru kur, po kom haru kur kemi pas paraqitjen e fundit me kamerë, sepse muajt e fundit keni qenë me reprizat nga emisioni Shija e anës, ndërsa gjirimet e fundit që kemi realizu ka qenë muaj maj, 5 muaj pushim për mu, shumë pushim. Më keni shkru shumë në rrjetet tona sociale, sidomos në Instagram, a kam janis shija, kur kam janis shija, pse nuk e bone anë shija në verës, në Bregdet, shqyqyr që nuk e bona, se a e pa qka i boni shijes konstituimi kuvendit, një haf po, një haf jo, s'kishim emision. Edhe po, shkrujshin mandej shikuesit publiko, kur ki mu këthy, thash a din qka ne të kryen e zgjedhjet, ma zgjedhjeve e këthina. Pse, sepse s'kom dash me politizu emisionin, kjo është emision arktus, emision pozitiv, emision ku kryojmë receta, japim ide, emision ku përçon vetëm dhe vetëm energji pozitive. A më shumë kanë kap emocione. Çdo epizod të parë, kur nisi unë sezonën, e kom si për herë të parë, nuk e di. Sot, kur jam zgju nga gjumi, gjithë ditën më ka përqu një siklet, një stres, edhe një lloj aritmie, kom pas një moment, thash o janë që të sovë, se s'është hera parë në kamerë. Po, të merë mali shikues, të merë mali për punën. Më ka marrë mali për juve shikues, më ka marrë mali për me realizu Shijen e anës, sepse kjo emision krijohet me shumë dashni e pasion dhe shumë vullnet, gjithsesi. Mendoj që cila do punë që bëhet në jetë, do të ketë një pikë, një gram dashni. Nëse nuk e ka një gram dashni, s'ka kur gjohate. Si që po e shehne, e kam një sezonën me një kuzhinë të reja, kuzhina nga Ciao Berto, që shë ka emri nuk e di, po këtë sezonë ka emri Shija e anës. S'kom pas deri tash kuzhinë të errët, tash ta krijonim një kontrast dhe mezi s'po pra që sot gatuajmë super recetën. E dine me qa kom janis me pasta, sepse mësafirja tha, anë po du pasta, e pyta, shkoj me oreza me pasta, tha po du pasta. Edhe njëherë, mirëmëngjesi për gjithë juve, ka do që po na ndiqni në këto momente dhe jeni me Klan Kosovën, me emisionin Shija e anës. Na gjeni në YouTube, jemi live këto momente, mund na komentoni, na shkruani për ndryshe, këto ditë më ka ardhur një ide ku dua m'ja plotësu dëshirën. Të ja plotësoj dëshirën një shikuese, jo me të gatuar ty, po ti më gatu mu. Me na tregu në këtë kuzhinë
shkatësit@gatuarit. Na shkruajte Shianës në Instagram apo në Facebook ose në email adresën tonë shianës@gmail.com dhe këtë unë personalisht do ta mundsoj pse jo. Në epizod kom qaf edhe me najt mos me gatu dhe me hangër prej dikujt tjetër, se gjithmonë ushqime që servohet dhe gatuhet prej dikujt tjetër, gjithmonë na shijon më mirë. Por do ta shijoj sot një super pjata. Kemi makarona nga Garofalo, pastat artizanale italiane. I kemi në formë të guacës, të cila do t'i mbushim me djath ricotta, pecorino, djathi tjetër shumë i njohur italian, kemi spinaq, kemi lëvorët limonit e tjerë, gjithçka do të futet në furr. Por kush do t'i haj këto pasta? Do t'i haj një muzikante, një personazh shumë pozitiv, e palotshme, edhe kur ka qenë smut, ajo ka buzëqesh. Bëhet fjalë për mezzosopranon Djelza Sulejmani, e cila është pjesë e ansamblit Zonat dhe korit të Filharmonisë Kosovës. Kisha rastin javë më parë ta dëgjoja me Zonat, o zot, jemi kënaqa, ndoshta na kënon mandej. Përndryshe shumë prej juve e njihni sepse keni qenë në për koncertet e saj, keni pa emisione e intervista, por së fundi ju ka ra që ta dëgjani në intervista pak më ndryshme, tema jo shumë që na shtin me buzëqesh, por ndoshta është mirë kur e dëgjojmë dikë si Djelza, sepse pastaj dhe na jep motiv edhe vullnet. Sa mirë është lidha, sepse muaji tetor njihet si muaji i sensibilizimit mbi kancerin e gjirit, edhe ditë më parë Djelza kishte shkruar një status, ja qova një zemër ose një përqafim, nuk e di. Normal që më preke, po edhe që aty e pash një grua shumë fuqishme, wow, edhe. Se ka njerëz që mbyllen, as nuk shkruajnë, as nuk flasin, as nuk takohen më me njerëz. Edhe thash, sa mirë, edhe. E djel, 26 tetor, e djela e fundit e këtij muaji. A ka ma mirë se me pas Djelzën me nisën e të sezonit, sepse edhe do të na këndoj sot, s'ka sot lët. Po u lidh qështu e lidha edhe unë. Përndryshe, nuk na mungon ky muri i famshëm, edhe këto tapetat bukura, janë shumë klasike, retro. Na i kanë gjitë Asha, faleminderit Alban. Ciao Alberto Franke, krejt ju që mendoni ta ndroni kuzhinë, ndërsa po mendoni me pas një kuzhinë të tillë, e janë Ciao Alberto, ka çmime të volitshme, çmime të ndryshme, kuzhina të larmishme. Gjithë ato kuzhina këtu sinqerisht e pata të vështirë për zgjedhjen. Isha ndërmjet 3 kuzhinave, hajde tash pja bujna për hajër si soj. Edhe shumë po më pëlqen, ma merr mendje që edhe juve po ju pëlqen në ekran. Ciao Alberto Franke, faleminderit që jemi pjesë gjithë këto vite, jemi fut vitin e 4 me shijen e anës, wow. Sa shpejt shkon koha, shikues. Monini, vaj më i mirë italian, i virgjër si gjithnjë të shija gatuhet vetëm me produkte më cilësore. Kemi pontin, kemi orizin më të mirë skoti, ndërsa sot nuk do gatuajmë oriz, por pastat italiane artizanale Garofalo. Po shini, kemi pra ndryshime, kemi ujin tepelen. Mirë se na vjen uji tepelen, uji i cili për rreth 30 vite ka korr sukses. Faleminderit që je pjesë e shijes së anës. Ne do të konsumojmë ujin më të mirë shqiptar nga burimi më i mirë. Gjithmonë ju tham, konsumoni ujë, s'ka pa ujë. Një gjys litre ujë e kom pi derisa e ka nisë emisionin. Kam disa rreshta këtu për ujin tepelen dhe dua t'i citoj ato. Nga zemra e maljeve shqiptare, në çdo pikë të ujit tepelen, ndjek pastërtinë e natyrës së paprekur, i lehtë, i balancuar dhe plot jetë. Tepelen është zgjedhja e atyre që besojnë se çdo recetë fillon me cilësi, uji që jep freski çdo shije. Tepelen për të ndjerë çdo ditë në formë, një histori suksesi prej pothuajse 30 vjetëve. Ja pra edhe ku e kemi këto ilustrima lipash tepelena, një super dizajn, ja ta hapem. Ja. Të hidratohemi gjithë një gëzuar me ujin tepelen, po shkojmë shikues me bllokun e parë të marketingut dhe kthehemi për gatuar, ja ku i kam këtu, pastat më të mira italiane, më në fund në Kosovë, me disa tipe të reja këtë sezon,
Pra i kemi formën e guackave, të cilat do t'i mbushim me ricotta cheese. Ja, pra, shikues, po na vlon 200 gram spinaç, kemi ble vetëm 200 gram edhe kur shkova me ble thanë veç 200 gram ajta, ashtë është receta. Për 5 minuta do ta vlojmë spinaqin dhe pastaj do t'ja shtypim, do t'ja heqim ujin fare, sepse do t'gatuajmë një super pasta. Po gëzohem që dita ditës në Kosovë po furnizohemi me lloje të pastave si me shku në Itali. Lloji i fundit, pra, që tatë në kemi të shia, i kemi në fund të guackave pastat, janë shumë të bukura, edhe për sy, për me hangër, mos po flas si kam provu, po kur na vjen një i ftuar, si unë sot, që do t'i mbushi me djatë ricotta, duken shumë fine në pjatë. Do t'i zijem nga falot al dente, çka na duhet për këto pasta, na duhet djatë ricotta, kemi 500 gram, djatë super kremos, super djati famshëm italian ricotta, kemi përndryshe edhe djatin pecorino, kemi 2 lloje djatnave, kemi pak fara të biberit kuq, kemi oregano, e përdorim vetëm lëvorën e limonita, që do t'jep shumë aromë djatit, kemi pra vajnë më të mirë, ekstra të vegjër monini, dhe kemi super salcën me domate 100% pomodoro nga stari. Me këtë do ta mbushim tepsin, se pastaj pastat e mbushura do t'i radhisim dhe për 10-15 minuta do t'i fusim në furrë. Atëherë, pa humbur kohë, po fillojmë të gatuajmë super pastat që na marrin kohë hiç më shumë e hiç më pak se 15 minuta. Atëherë, spinaçi na është zi, do ta ndalim me një shporetin dhe do t'ja derdhim ujin. Pra, spinaqin e zir do t'i marrim dhe do t'i shtypim që t'ja uheqim ujin 100%. Okej, spanaqin e kemi vendosur, tani do ta vendosim piperin e kuq, pra farat e piperit kuq dhe oregano, ja kështu, bashk. Kemi djatin pecorino. Ja, pra, djatin pecorino. Dhe do të marrim limonin. Thash më herët që nuk do ta përdorim limonin, nuk do ta shtrydhim ato, do ta marrim vetëm pak nga aroma e saj, e që është lëvorja. O zot, fantastike. Pra, edhe lëvorën e limonit e keme, dhe patjetër që edhe pak piper të zi. Për shije. Gjitha së bashku do t'i përzijem, ku do të fitojmë një super djatë kremoz me shumë shije. O zot, e kisha li bukën sër. Por jo, po e largojmë janë gati sepse do t'i zijem makaronat al dente. Ja, besoj që është mjaftueshëm. Ja, dhe guackat tona janë zirë. I kemi al dente, shikues. Do të marrim një vangëll, ja kështu. Do t'i largojmë, ja, do t'i nxjerrim ujin mirë. Ja. Do t'a hapim vajin ekstra të virgjën, vajin më të mirë italian monini. Do të vendosim ja vetëm pak kështu, para se të vazhdojmë me makaronat, ja po i largoj këtu. Fillimisht do ta marrim tepsin, sepse isha duke haru. Do ta hapim salcën e domateve, 100% domate natyrale pomodoro nga stari. Do ta mbushim këtë tepsin kështu, ja, shifeni pra.
Ja, pra, e mbushëm mirë tepsin. Ja, po e lëm këtu le të qëndroj. Dhe po i marrim me njerë makaronat. Pra, kam vendosur vetëm pak vaj, ju thash krejt në fillim që mos të ngjiten, ha? Ja, do t'i marinoj mirë me vajin kështu, edhe vizllojnë, edhe i japin shije, edhe na mundsojnë që mos të ngjiten. Tani, do t'i marrim guackat ja kështu, sa të mira, dhe do t'i mbushim me djathën ricotta. Ja, shiqoni sa e lehtë. Dhe do t'jenë pasta super fine, ja kështu. Ja. Ja. Dhe do t'i vendosim një nga një ja këtu. Ja, pra shikues, guackat i kemi gati, krejt në fund, para se t'i fusim në furnë 180 gradë Celsius, do t'i spërkatim vetëm pak me djathë pecorino, që do t'ju jep edhe një shije ekstra, që do t'i bëjmë më krokante. Shikues, super dreka është gati, një drekë italiane, e freskët, e shishme, me i hangër gishtat. 15 minuta pregaditje këtu, 15 minuta tani në furrë në 180 gradë Celsius dhe për 30 minuta super pastat janë gati edhe kur na vinë të ftuarit. Këtu e dita fillon nga dashuria, qyteti rritet në bukuri. Këtu dhe jeta nxiton ka lumturia, e dielli sodit me lakmi, verë në bozhur e verë në ne. Yje të reja, lartë bide, shëndeve në zemra tona. Ka, farzoni, qëfar emocioni, Sa pak jo vështirë. qëfar befasie. Mirë se la erdhe. Mirë si u gjitha. E vlerësoj nga zemra, nga loqka shpirtit zemrës, sepse se pas na haru caki këtë strofën, edhe cakin e kemi përball, i tha shikues ma ere djelës, po e një caki që shqyu bre tha që 100 vjetë e një caki, në kushte një caki në djelës. Qysh jetë? Qysh jeti? Mirë, super. Po duke shumë bukur, Faleminderit. po shkëlqen, Faleminderit shumë. me një energji shumë pozitive. Faleminderit. Edhe kur isha e ftuar në 25 vitorin e Koavizionit, kur doljet aty me zonat, kur e fillove ti me këtë këngë, edhe pse ishte shumë ftohtë. O, zot, edhe pse më kam punu gishtat me xhiru, edhe tha shikues, ta nisi me këtë këngë, super zë, super zona, t'ju jeni super zona. Faleminderit Ana Se shumë. cila më e veçantë se tjetra. Faleminderit. Është kënaqësi me i një këto fjalë për te. O, shumë faleminderit, edhe për mua është kënaqësi, edhe faleminderit që s'më tha jo. Jo, ta vam punave thonë jo ty. Me Shumë këto faleminderit. receta që i bën ti, qysh me të refuzu? A je unë? Valla që tash po. Okej, po shkojmë me marketingun, do të kthehemi, shikues mos e ndroni kanalin, qëndroni me Klan Kosovën, me shijen e Anës, sepse me Djellzën, përveç që do ham, kemi shumë muhabet, na kanë ardhur pyetje nga publiku. Okej. Me cilën këngë po shkojmë me marketing? Hajde me një këngë tjetër, kësaj radhe po ta lë ty me xhe. Qashtu pozitive, se e djela. O moj bukuroshe, synin kur ta pash, a dit kur kalojshe, 2-3 fjall ti thash. Marketing. Jo. Tash marketing. Oh, Thuj marketing. Miq, me zi po pres mi shiju pastat e Anës, sepse aroma e tyre më shpendi krejt. Edhe unë jam pasta lover, kështu që me zi po pres mi hangër. Oj, Ana, u bënën mo. O, u bënë. Hajde. Këshëre. Shkoj dura, shikus. Shtu në italian? Mamma mia. Mamma mia. Ja, s'kom të shore, ba marrë telefonin, shikus. Merë valla. A u të përqen? Tipër. Alo, se ki hongë? Alo, që shpesho. Amazing, a? Për mirë po duket. A ki bona e herë? Jo.
Asone, hera parë. Këtë formë nuk e kom bo, me qenë se pasta bëj, se krejt në shpje i hajmë. Jemi kështu të gjithë në i pëlqejmë pastat, po jo këtë lloj nuk e kom bo asë njerë dhe bashkë du me provu. Cak. Ai unë shumë a pak? Qëtash jam unë peki. Fillo hati. E t'ju më shindur ta. Alo se ki provu bre? Janis s'ka lidhje që shtu duhet marë më janis. Aho, pret një sekund, ja qasë dhe vetës. Hajde, po të Sa e mirë, okej? Për shikuesit. Shikues, kjo shkon? Qa që shishëm sa s'po du me të prit, heq. Që jo, bre, qërë, kjo për shikuesit. E ta shojt me detaje, ja pro. Ja sa e bukur, edhe një pja djelza fine. Hajde më sa një e folim që të pret. Që se bukur, që? Mi aftushën. Ja. Ja, osa të mira. Apo hajnë? A je gati? Gati jam mëne. Po shpresoj që s'ka me dëshpru epizoda e parë për këtë sezon. Se besaj. Kur i pash këto si guaca, Si përshin që të mira. tash kom i mbush me djatë rikota dhe spinache dhe bashkë bukra për dukur. Valla po, edhe me siguri dhe të shishme. Hajde. Hajde, fillojmë. Nëse s'pëlqen, thuj onë s'po m'pëlqen. Ane? Si dhënë onë, për një mes? Seriozisht? Po vëlla. Po moj nuk i thomën e pastave Ja, kur. po si dihet nështë ta që kjo s'pëlqen? Hera pas s'besaj. sigur. Hajde shikur. Qysh mi thonë kësaj? Edhe pikante. Që s'po pëlqen, po edhe pikante. Shumë, shumë e mirë. Shikues, Për një me Fili. të lumë shindurt. Ma për një me, a që shpo duket si makarona me gjizë. Yes. Po ka shkriri kota. Tepër e mirë. Ta fëm pak. Shikues. Tepër e mira. Wow. Që të me pi diçka se Kom haru me ble. Shikues, jo më shpar haru me. Nese, nëse kisha haru, unë s'kish haru ujit të pelen. Faleminderit. Më i mirë shqiptar. Vërtet. E kemi bashkëpunëtor tash në këtë sezon. E u e mura të tash. Ja pra sa interesat që më ka bu për shtypje. Jemi mësu me pa ujnë e thartë shikus me ngjyrë gjelbër. E ujtë të pelere e kish me të kajtë. Gjyrë të kajtës, okej. Se kom ditë që i ka bu 30 vite, po thuaj si 30 vite në trek. A e ke ditë? Jo, nuk e kom ditë, po është një prej ujëve të cilat edhe unë i konsumoj kështu. Edhe shumë pëlqen shishja e qelqit. E qelqit, po e A të vërtet. pëlqen ty? Edhe mu më pëlqen shumë. Hajde të bof mirë, të hekju nazën shikus e më të jetë. A je kuzhinjere e mirë? Konsideroj që po. Okej, atëherë Spaku, fëmijët e mi, Një pik gjithë ata? fëmijët e mi mendojnë që unë jam kuzhinjerja ma e mirë në botë. Sa mirë? S'ka ndjenë ma të mirë. E po. e Çka vërtet. lipin ata ma shumë prej teje? Si krejt fëmijë tash, pasta, pizza, palacinka, pancake, lokuma, besa. Okej. Po normalisht edhe këto tjerat pjata. Për ndryshe, vajza e vogël, krejt që ditë me to se nuk është e natyrshme në ditë e sotit fëmijët me lyp për shembull një gjellë tradicionale siç është pasuli. E vajza me vogël shpesh do me thonë, nana, bën të lutem sot pasul. Sa interesant. Po, edhe hanë kështu me shumë qef. Na, sa mirë, është më shëndetshme e E hekur. vërtet. Sa shpesh ju bën pasta? Pasta, muj me thonë që konsideroj që shpesh. Buf mirë. Se edhe mu më pëlqenë, edhe shkelzenit të pëlqenë. Apo të pëlqen që ky kombinim salce kuqe, të me thonë kur gjo nuk kom bo me salcën, veç nga kavanozi e kam vendos në tepsi dhe sipër i kam vendos pasat në formë guapsës për 15 minuta në 180 gradë. Edhe u shkri djati, i shkrim ke, po nxehtësia e boni e ndeqë. Me thonë drejtën po më pëlqen shumë, edhe pse kur bisedum paraprakisht, unë e thash që pastat me sos të kuq nuk është që i preferoj shumë. Tash më kujtu. Por- Sorry. Kombinimi sot është fenomenal. Do me thonë, jam të shiu maksimum. Apo e vrim te rikota, sepse kemi edhe dy djatë, e kemi edhe
djatë ke? Pecorino. E kemi edhe djatin pecorino, por apo e vren lëvorët limonit kemi brenda, apo e vren aromën e limonit? Po e vre edhe aromën, po edhe shijen pak, kështu që... Wow. Super. Unë e pëto... Dheqe. Po në me? Po, valoj. Ma kime gatu? A mjap e vete zë të shpetimar. Që si me ditë shikus, po. Edhe kur ti gatu i komi t'i bo foto edhe komi t'i vërgu. Tagë ma bo, jo, tagë ma bo Tagë storja. gjithqysh. A u bo? Ban. Po a din që unë i kom pas 100 e kusur epizoda dhe ritash halas një musafir s'ma ka bo tagë. Për një me a. Une po t'a kalzoj një sen. Une nuk i kom zakon me postu ushqem. Jo pse ndoshta ti e ki profesion edhe po ne e bën me shumë masi, po këtë herë nëse, jo nëse, po kur i gatuj, kom ta bo tag edhe kom i postu. Publikisht shikus. Të shojmë sa maj për fjallë. qa që kanë maj tjetë. Jo rasisht ta zgjeda këtë bërët, i ke produktet e moninit, fontit, garofalo, dhe ja mu të nxjerrësh pastën, ja kom zgjerë shikuar, pikërisht guacat. Pra se ma bu tag. Gjithqysh. Okej? Për ndryshe edhe burri janë, gatun shumë mirë. Okej, Shumë mirë. Kur thëmë shumë mirë, bile pasta që i gatunaj më pëlqenjë ma shumë, kur i ka prej ti, se kur i bëjve. po është ma lezat bre kur të I gatun kip gatshme. E vërtet. E vërtet. Po t'jo me hangër, Okej. ty t'boft Se po mirë. du me shiu se për ndryshe unë e ushqimin e kom qef të nxehtë. E hajde pra hajde Hajde. t'boft mirë. Shikues të kthehemi shumë shpejt, po e marr një pjatë për cakin. 15 minuta punë thash pregaditje, 15 minuta në furr. Që sa mirë djellës po i pëlqejnë. Nëse si kishin Tepër. pëlqy se kish hangër. Jo. Sinqerisht, jo valla. Koha shikues me hangër edhe cake, ja pra për cakin këtu. Edhe po shkojmë me reklama. Sa bukur ja qita, cake krejt, na faklije. Ma mirë për gjërej teme. Hajde, ziroje. I bofshin shikues cakit mirë. E ju bofshin edhe juve mirë kur t'i gatuani. Mos e ndroni kanalin, kthehemi shumë shpejt. Do të bëjmë shumë muhabet me djellën, edhe do të këndojmë. Kështu që mos ta ndroj kanalin, apo? Jo, mos e ndroni. Rrini me neve. Shikues, u rikthyem nga marketingu dhe është momenti për të realizuar intervistën sa los kemi bisedu asgjë tjellza. Por para se të fillojmë kemi një orë të zallit që ende unë e çuditem që nuk është thy kjo, që gati 4 vite e kemi. Është një orë të zallit që e kam zakon me e kthy gjatë intervistave. 60 minuta i ka kohë, na 60 minuta se kemi intervistën, por apo janë dëgjon zonin që qërëshërën? Si zalli. Kur po e shiqën, qka po të bënd të mendosh? Po më bën me mendu që koha është shumë e vlefshme. Edhe është mirë mos me humb as një minut kohë me brenga, me hale, me nervoza, me strese. Edhe me akushtu jetës një qëtësi pak ma të madhe. Jo me jetu qështu që shkemi të jetuna. Strese në këtë rutinën ditore. TikTok i fillu ma ndej me kuptu ma mirë pasi je diagnostifiku me kancerin e gjirit shikues, por një zonë, një grua, një femër shumë pozitive, unë e kom pa në rrjetet sociale, nuk jem ndalë. Jo. Nuk jem shef. Jo, nuk jem shef asnjëherë. Përkundrazi, vetë kom vendos me e bo publike. Edhe unë, jo rasisht e mendova me të pas të pare, se pash, data 26 tetor, e djela e fundit, e djela e fundit e muajit sensibilizimit, plus dëgjova në koncert, në rëndqete, bashkë me zona, qëfar zoni e ki janë? Faleminderit Ana, më vjen mirë që po të pëlqen. Zotit dënë? Jo mbin që po, jo mbin që po. S'po du me hi atë fillit ki folë bot. Po, në vërtet. Ti ende i jenë mjekim? Po, vazhdoj me ende jam ty përdor tash, bile së fundi kom fillu me terapi të re.
por jam në periudhën kur derisa pak mësohet edhe organizmi. Nuk jam keq, normalisht. Pse u emocionova? Unë s'dash në emocion, si po Jo, u emocionova me vetë faktin që e theq ato që asë njëherë që jam nal, madje me vetë faktin që unë tregova që koha është shumë e vlefshme, e na shumë jemi të humbë kohë me do gjana që nuk ja vlen, e për atë u emocionova pak kështu. A unë përdu me të përqafu. Edhe më në ty. Faleminderit Mirja. Edhe ti je me shumë knatësi e kom pranu ftesën, se na njifëm e mati. Shumë mati. Po nuk na ka ra me najtë shumë gjatë, po sari me pa dyqysh muhabeti ka hecë. Kështu që kur ma ki bo ftesën e kom pranu me shumë knatësi. Se edhe misioni jëtë më pëlqen. Dhe i rafu të shumë e mirë. Faleminderit. Mere pas të tije. Faleminderit. Apo pim diçka? Pim? Hajde pëndrojmë temën pak. Hajde. A të ka ranë sy që kjo pije? Ja, shiku të shojnë edhe shikuesit. Mu më ka bërë shumë përshtypje. Jo, s'm ka ranë në syve që një farë kombinimi i njënës prej pjeve që unë shumë e du, nuk guxoj me pi shumë, po pe pi ka një retinza, kolla, e po shë që kjo që nga një farë mikse. Okej, kemi një kajnace nga kompania e njoftur gjermane Kronbach, pra e kemi një pijet gazuar, ku e kemi Coca-Colën, ku e kemi kolën edhe portokallin, mix. Unë e kom provu, shikues, se miku zëri. Gjithmonë e kom potencu, djelët edhe shikuesit e din që më përcjellin që të shijanës janë vetëm produktet më cilësore, më të mira dhe ato që kur e reklamoj nuk shkon shikuesi me argju parë dhe me thonë që veç mashtra jana. E kemi nga Argo Group. Argo Groupi nga sjell do me thonë edhe ujin të pelin, edhe këto kemi edhe një dhuratë më vonë për ty një pije tjetër, po s'po e zbuloj. Okej, faleminderit shumë. E tash, këtë sezon do të spërkatim shikues. Hajde, ne. Hajde ta provoj. Pra. Që të kom pru edhe një hip. Okej. Me qëllim të mora gota. E qështu. Faleminderit. Hajde. Hajde ta provojmë. Unë e kam provu, po. Nëse s'pëlqen, po janë kjo pije so për një. Opa, u dhe. Kena mu gëzu. Nuk është në shjetë e mi. Nuk është shjetë të tuja? Ja. Okej. Nuk është e keqe, nuk është e keqe, por unë e preferoj që atë parën ma shumë. Por gjithsesi e pi, po menej nuk është që s'moj me pi. Ama nuk është shumë e gazume shikues? Apo e vre? Nuk është shumë e gazume, edhe portokalli po ja merë anën. Apo këndojmë pak? Këndojmë. Hajde, cilin këngë? Qka po dënë me të këndu? O, që ka dënë të zemra? A ki diçka të preferume që kështë Po du diçka allegro, po du diçka të lumtur, me qenë së është ditë e djelë, dikush sa pas gjumë nga gjume, dhe s'ka pas natë të mirë. Ose dikush është i prekur, i diagnostifikuar me atë si ti që ishe, edhe po mje kohë të ndë, por shpresa nuk do të humbur kur. Jo, asë një herë nuk do të humbur shpresa. Qa të s'ka thonë vadi ava shpresa vdes e fundit. E fundit. Hajde, diçka, lumtur. Jam të mendu qka, lumtur, diçka. Hajde, mendoj. A ki ti qka në preferenca tua? E po ata me kur hine në kuzhinë. Ma leton pak punën? Muarem qena? Cilën për shumë? Një gjimi pagarusha, vaqe zela, vendos ti. Po e këndoj këngën e Rishata Ndobravës, o mojti me sytë e zi. O zëtë, Ki sytë e zi? Në të kashë. Si bëjtëpenja, si ti. O mojti me sytë e zi, që ke floku por si arë, e jam e si të ta marë, se po ser dhe do të vi. O mojti me sytë e zi, që ke buzën si qërshi, falë ma dorën e mos ri, se po ser dhe do të vi. O moj, ti me sytë e zi, me vështrime si rufe,
Falmi sy që më she, se po serde të vi. Më falni pak, tjerë, s'ka lidhje, e di, po a je vedishme çfarë zonin kite? A je vedishme? Më thonë që e kam të Se mirë. thoi, njeriu nuk e shef vetën, e as nuk e dëgjon. Jo, unë e kam një problem që nuk e shijoj mandi me ndëgju vetëm as performancës. Ama je vedishme? Më thonë që mirë këndaj. Po ti a je vedishme? Po, jam. Ti nuk e ke ide. Tash jam me pak probleme vokale. Përsëri, se me haleme kemi që si tash rrujë zonë për emision. Po ti nuk e ke idenë, sa herë që këndon më emocionon shumë. Sinqerisht. Shumë sinqerisht. Faleminderit Ana, më vjen shumë mirë kur dikush ma jep një kësi lloj komenti se tek e fundit artistat për këtë punë janë. Me prek thellën shpirt. Bash, atë natë ka qenë shumë ftoft. Unë thësha ma prej gishtin se kisha ndje, po ju kom gjiru tonë kohën, keni pëlqy shumë. Mirë ka qenë, pak ftoft normalisht, po tash na jemi pak edhe artiste dhe pak e kamuflojmë ato në skenë. Po edhe na kemi pas pak ftoft. A ju këndon fëmijëve shpe? Po, ju këndoj. Ke dy vajza një djalë? Po, i kam dy vajza një djalë. Djali ka qenë shkollë muzikës e kalon, po ka talent për muzikë. Vajza e madhe është në instrumentin e pianos, por edhe këndon. Edhe e vogla ka gjithë vitën që para pasqyrës këndon, e don shumë muzikën, kështu që te na nuk mungon asnjëherë kënga. Muzika për ty? Muzika për mua është shumë e rëndësishme në jetën time, në krejt periudhat jetësore të mia. E sidomos në periudhën e fundit ku e kam kalu këtë problemin shëndetësor dhe e më falë. Jo shumë mirë, veç vazhdoje. Dhe kjo ka qenë një prej, qësh me thonë, terapive kështu qetësuese të mjë. Çka këndoje më shumë këtë periudhë? Hajde ta dëgjojmë, jo me fjalë. Këndoja shumë, po mëne, nuk këndoja. Jo, nuk këndoja. Nuk këndoja, ma shumë ndëgjoja, por normalisht një refren aty këtu, po. Kë dëgjoje më shumë? Kush ta drejt ke shpirtin që, ose ta doj ke truri? Ndëgjoj unë muzikë prej populloreve, vjetra qytetare, kon fjallën, mandej zbavice, shqip, mandej anglisht, italisht, e kam një botë kështu të muzikës që ndëgjoj, nuk e kam po të gërshetume. Prej rockut, prej krejtë llojet e muzikës i preki ka pak. Vitin e kaluar kom qenë në 30 vjetorin e Andrea Bocellit, edhe më kujtohet që i kom po. Ai ke po? Po, i kom po store. Apo? Mos u besoj ke. Është shumë. Mos besoj se që je aty. Ajo është shumë engjëllor. Kur këndon ai ta drit shpirtin. Shumë i mirë është. Edhe po çfarë po thënë ti kur po këndon, po përshon shumë emocion. Faleminderit, po vjen mirë. Tash po më emocionon mu këtu në punë. Para më rosh çka që bëna shumë. Po shpresoj. Çka po të çikuzë këto momente të bëjmë diaspora apo çka momente? Diaspora e përcjell shumë shihen e anës. I përshëndes gjithë diasporën. Edhe shpresoj që emisioni i anës ju pëlqen, edhe sigurisht ju pëlqen. Po shpresoj që unë si musafire në emisionin e anës po ju pëlqej. Po valla, një shumë pozitive. Të shijë anës veç të ftuar pozitiv. Po kur ti je pozitive normalisht që edhe musafirët s'kanë qysh me qenë ndryshe. Po, a e ki menu në diçka që a e ki po, kur gatun, jafton dikon edhe i gatun për qefin e shpirtit zemrës, ati që zdo me i gatun nuk e thirë. Se thirë e vërtet. Edhe anë e shikus, kom pasë. Unë e këto ditë jom knaq, po, jom knaq me muhabetet, kështu që me zi kom prit në arsët. Publiku pyet. Hajde. Është ka një rubrike jonja, prej fillime që nuk e kam heq asnjëherë. Publiku është i shenjtë, ti pa publik s'ki kur gjo, edhe mu publiku mon këtu. Hajde, vërtet. Momenti kur s'ka masën e publik, rinë shpi, bona edhe në publik. Hajde, ta shofe. Qka me pyet këtë lokum? S'po di. S'po di. S'po di. Djelza është yll, një nga gratë më të mira që një. Është artiste dhe grua e veçantë. Faleminderit shumë për këtë vlerësim. Ka shkruar dikush. Faleminderit. Sa e don Albanën? Albana është një prej shoqeve të mia të ngushta, e cila gjatë krejt kësaj periudhe më ka nejtë shumë afër, sikurse edhe tjerat,
por Albanën e mundem pakës më shumë ndoshta me veçu, për shkak se kemi një periudhë pak ma gjatë kohore që ma shumë kemi ndajt bashkë, edhe e du banën se është e mirë, është e kujdesshme, edhe shoqënia e mirë nuk ka të pagume me asgjë. Qa për thu banës të moment për nësë saj kamera atje? Bana të dua shumë. Qysh më rinë me u marrë me 3 fëmijë, e me punë edhe me reflektu pozitivitet? Me fëmijë arrim u marë, se normalisht janë fëmijët e mi edhe janë gjaja ma e shtrejt në botë që unë i kam, edhe bëj me knatësin ma të madhe, ndonë se janë 3 gjenerata të ndryshme të tretë, por mundohem ju përshtatë se cilit në periudhën kohore tjetës që janë të veçu. Me punë mbri, normalisht pak i kom stopu, nuk jam si që shkom punu për para, por që... Prapi aktive? Jam aktive prapë. E bëj me knatësi se e du punën shumë, e du profesionin tem, edhe ndoshta kom fat që e kam edhe këtë lloj profesioni. Se për mu, për pos knatësis që ma jep, normalisht si profesion që kam, më jep edhe knatësi shpirtnore. Thënë që pas çdo stuhie del dielli, pas çdo shiu del dielli, çka të ka mësu kjo stuhi? Po bjerë mu përsërit, po më duket prap, por prap po e tham. Vlerësimin e jetës duhet me bu. Nuk, do të thonë, mas krejt asaj që unë e kom kalu, gjithmonë që kjo e mira ma ndej ka ardhë në fund. Normalisht unë jam ende në trajtim, por që ajo e errësira e madhe ka kalu. Edhe unë e shobotët është pak ma ndryshe, ndryshe marë frym, ndryshe jetoj, krejt ndryshe i ka. E vlerësoj dy fish jetën, ma shumë se sa që e kom vlerësu ndoshta para diagnostikimit. A ki qenë nga depresion? Kjo smundje, kjo diagnozë, normalisht është shumë e rëndë. Edhe vetë fjala karcer është dibjen kështu bum. Shumë plak ftyra. Kur e merr vesh edhe kur e ndëgjën fjalën e parë prej mjekut kur ta kumton është kogja e rëndë. Por mandej aty është ti vendos qysh ke me e marë, edhe qysh ke me u marë me këtë diagnozë. Ti je person shumë i fortë. Po, kam qenë gjithmonë, por nuk e kam ditë që jam kaq e fortë sa në këtë sprovë që e kom pas. E këtu janë bindi me vetën që për një me, se për pas kësaj ka pas dhe sfida tjera që i kom kalu, por që ende që jam pozitive, mendoj. Po, atë që Zotit bën ty, ti pozitive ki limë. Faleminderit. Cila kongë shkon tash, unë e këtejna shumë shpejt. Që ku e ki kamerën, me cakin, me sot më shikujse. t'in zonë diçka krejt. Hajt. Kongët. Diku larg një këngë dëgjohet, aha, aha. Malli vjetër prap më kthehet, aha, aha. Shprese i kur, drite fikur lotin ma ndjell. Trolli shkuar, zjari shuar, prapo më ngjan. Hidhni vallën vashat reja, son të let ju ndes hareja, kënga juaj shpirtin marrëm vet. Faleminderit mana, Emocional. ju jeti shumë. Vjerni lodre mos fushoni, gotën ti me mashteroni, son të dhëmbje dua ti harroj. Edhe kjo një këngë mrekullueshme e kompozitorit Musati Pirku. Super këngë. Që e kënoj me shumë Bravo, knatësi. mu pëlqen Lulet kjo po këngë pëlqen shumë. Mu po vjen shumë mirë, edhe unë i du lulet shumë. Edhe Këto unë lule i mi du ka dhuru mu Tulipan Flower Shop, po une po t'i dhuroj ty. Shumë faleminderit. Kështu prej zemrës. Shumë faleminderit. Une i du shumë lulet të ndryshe. Lulet janë shumë bukra, lulet e ngjallin ambientin, japin jetë, të bojnë me unë më pozitive, është një energji, lulja është diçka shumë Edhe unë e interesante. mendoj këtë gjozë, se njerëz, kur i shoh disa njerëz që thojnë, unë si du lulet, unë e çudite me ta. Unë gjatë periudhës kur kam qenë pas operacionit edhe pas seancave të kemoterapisë, kur më sillnin lule,
vërtet ma jep një knatësi të papërshkrueshme. Do me thonë nuk kom pas kështu vazë në për shtëpi me disa buqeta dhe ma jep një energji shumë të mirë në shtëpi. Edhe ti na ke sjellë sot shumë energji pozitive. Po m'vjen mirë. Mu po m'vjen tepër mirë që e kom një sezonën me ty. Wow, inshallah me kam të mbarë. Patjetër, po i ka ra me prit pak shikus, po kërkoj falje. Jo, eq me shumë Kuzhina, s'është e lehtë kuzhina. Jo, as pak. Kollaj me hëngër, apo me sa Vërtet, shpejt fshetëm, po, 2 minuta. Po. Kështu, faleminderit edhe një herë nga zemra që më respektove, na erdhi të Shijanës. Faleminderit edhe ty shumë për ftesën. E di, thirrën shumë në emisione, ndonjëherë është e bezdisshme, lodhësh. Jo, për mu nuk është e bezdisshme. Nuk është e bezdisshme, por nuk kam qef me shfrytzu tash diagnozën time me dalë në çdo emision edhe me fol për të njëjtën temë. Po në veç për diagnozë të kom ti. E di. Edhe për atë arsye kom pas qef me ardh shumë se unë ka për çka me u fol, se unë kam një profesion shumë të mirë, e kam një karrierë të cilën Bravo, je pjesë edhe pjesë e Filharmonisë, Korit Filharmonisë Kosovës, si keni zona, që s'folëm ish me zona, jeni 5 zona, që kur dilni aty se cila më e mirë se tjetra. Faleminderit. Po, jemi ansambli zonat, jemi formu në vitin 2018, dhe që atëherë nuk kemi ndalë asnjëherë, kemi një ndryshim të vogël në formacion, përpara ka qenë Adelina Thaqi pjesë e ansamblit, cila vazhdon të jetë shoqe jonja, por nuk është antare. Tash e kemi Elona Sadikun, edhe tjerat jemi Albana Piperku, Arstina, Kelimendi, Jeni shumë të mira. Faleminderit shumë, edhe mendoj që sjellim një frymë të mirë në muzikën tonë. Tepër. E kam edhe një dhuratë. Hajde, knoqe dhurata. A vesha? Thera ma shpesh që shto. Po, që e ke një dhuratë me një paketim special për ty. Është një verë, është e kuqe e bardhë. Apo shkruan? Nuk e di. E kemi nga Argo Grupi, ju rasisht e mora telefonin shikues, sepse i kam ca reshtat për këtë verë. Babuna, apo duket pak? Po qa, babuna, ja ku e ke këto. Pëlqen vena? Jo, nuk e pi vena. Ani adhuron dikujt. Po, që e dashuron verën. 2-3 reshta për babunën shikues. Në çdo gotë vere, babuna ndjen aromën e tokës, diellin e vreshtave dhe pasionin e mjeshtërve që e krijojnë. E butë, e rafinuar dhe plot karakter, si ti. Babuna është vera që flet me shpirtin e Ballkanit, verë premium nga Tikfeshi, pra nga veraria Tikfesh, për çdo darkë që kërkon stil, për çdo moment që meriton kujtim. Babuna, vera që flet me zemër, po m'pëlqen. Ka njerëz që jetojnë për me pi verë. Si shumë njerëz që e hajnë ushqimin jo me ungop, po e shijojnë. E shijojnë. Vërtet. Nuk di, se unë nuk e kam atë lloj pasionit për verë. Edhe për para nuk është që kom konsumu, por normalisht tash me terapi nuk përdori alkohol. Terapi shumë shpejt jeve për shëndet, edhe? Shpresaj. Kryma është ajo. Shpresaj. Po do me të përqafu prapë. Faleminderit edhe njerë nga zemra. Që ishe pjesë të shija. Shumë të faleminderit për ftesën. Unë dëshiroj shumë koncerta. Faleminderit. Edhe unë ty shumë emisione që është të mira. Shumë faleminderit. Faleminderit. Po i thëmë shikuzve, mas pari për dëshiroj shëndet, edhe jetojnë jetën me pozitivitet, mos u bani nervoz, kaloni pak ma letë streset ditore këtu, duhen jetën ma shumë. Edhe të që ashtu duhe vetën. Mos të di kështë dajgjë vetën, si që e punë, se që të da vërtit. Suksese! Faleminderit, ana shumë. Shikues, u rikthyem nga vlogu i fundit i marketingut me shpresën që në këtë epizod të parë të kësaj sezone të Shijanës keni kaluar mirë. Unë e kam kaluar mirë, kam pas një ditë stresues, ju thash më herët se kur ndrohet kuzhina më duket që prej fillimi po nisi këtë punë. Po jo. Shkoj shumë mirë, edhe të ftuarën e kishim super të ftuar. Edhe bashkëpunëtorët, jam krenare dhe e gëzuar që Shija edhe këtë sezon është me super produkte, po du me fillu me qa Berton ja pra këtu ku jo mull,
Nëse dëshironi ju të keni një super kuzhinë, mobilje, made in Kosova, kjo është me rëndësi. Të blejnë gjëra që prodhohen në Kosovë. Nuk e keni idenë sa shumë kuzhina shkojnë jashtë bote nga Ciao Alberto dhe kena bën krenar për sukseset e ndryshme në Kosovë me kompani të ndryshme. Ciao Alberto Franke, faleminderit Monini, Ponte, Riso Scotio, Rizi më i mirë italian, sot gatuam pasta, jo orez. Në episodin tjetër do të kemi një orez venere, një tip interesant dhe orez i zi, s'po zbuloj më tepër. Edhe patjetër kemi edhe ujin tepelen, super ujë shqiptar për afër 30 vite në trega. Goxha sukses. Ana, unë halo këtu jam. Pse? Po, unë mendoj që përdojnë me pi kafe. Sot, e djelë. Unë ta kom tip taksin me shku në shpet. Fmit me përpresin. Po, ajtë se një kafe zbot, në me pi. A i lenë fmita? Jo, për një kafe. Po, valla, më shumë që e Çfarë kafe vjen ti, sonë sot t'lash pa kafe. Ha, latte. Latte? Shihen e njëjtë pas keve. Për një me Pasha zoti, kom pi në Kopenhag për herë të parë, latte me shihet vanilës, më bëni shumë përshtypje, u bëm favoriti. Tena nuk ka, po do ta pi një latte macchiato. Veç ta përfundoj emisionin, apo? Bashkë ta përfundoj. Flom Flower Shop që i jep jetë, emisionit tonë me luret e larmishme. Kisha falendru Albanin për fenirimin, po për falendroj prak për ferire, moti o bu, mu kam prish flok të vederi, ja, mu kam prish. Po du me falenderu, pra, cakin harova, shikues juve, diasporën, gjithë juve që na ndiqni anë e mban globit, shihen e anës, pra, ju që jeni zhutani se keni pa, futini në YouTube në kanalin të Oceanës dhe na ndiqni, sëndrani kanalin e Klan Kosovës, sepse keni programacion super të larmishëm të dielën. Dhe, po, e falenderoj edhe njerë Djelzën, që i dhe shumë djelë epizodës. Ty për ftesën edhe për mu ke shumë knatësi edhe qef ma të këto. Me lëvizim? Po, ikem. Haruma në ratën. Që shkesh të harua? 20% ullje nga Ciao Alberto. O, faleminderit. Dhe 25% ullje nga teknika më e njohur franke. Kur ta donë zemra, i kepa afat, ruj, edhe qa do që të pëlqen këto, Shumë bëhet e jotja. Interesant. Interesant? Po, faleminderit. Hajde. Hajde. Ju përshëndesim shikues. Ju pafshim.